Flamurtari në basketbol për femra nuk ja ka dalë dot të fitoj përballë Bashkimit në ndeshjen e vlefshme për ligën unike në basketbol për femra. Ekipi vlonjat ka humbur në shifrat 58-66, një ndeshje vendosur në periudhën e 4 të takimit. Ekipi i vlonjat vinte mbas 2 fitoreve në ligën unike, pikërisht përballë Tiranës dhe Prishtinës, ndërkohë që në ndeshjen e 4 tashmë ka regjistruar humbjen e dytë, sërish ndaj një tjetër ekipi kosovar. Humbjen e parë ekipi flamurtarit kishte regjistruar përballë Pejës, ndërsa tashmë ka humbur edhe përballë ekipit të Bashkimit të Prizrenit. Megjithatë, ekipi vlonjat vijon të mbetet në kaçën e cila synon play-offin dhe padyshim fitimin e kësaj lige. Takimi ka qenë mjaft i rëndësishëm për sa i përket flamurtarit, por edhe ekipit të Bashkimit të Prizrenit, ndërsa ndeshja ka qenë e ekuilibruar në 10 minutat e para, e cila është mbyllur në shifrat 16-18 për ekipin e Bashkimit të Prizrenit. Këta të fundit kanë arritur të jenë dominues edhe në periudhën e dytë të ndeshjes, duke mbyllur në avantazh edhe pjesën e parë të takimit. Perioda e tretë ka qenë shumë e mirë për ekipin e flamurtarit që ka arritur të kalojë në avantazh, madje edhe me 11 pikë diferencë, duke treguar qartë se kërkonte padyshim fitore në këtë takim. Megjithatë, në periudhën e 4 ekipi i Bashkimit të Prizrenit ka arritur të kthejë gjithçka në parket, duke krijuar dhe avantazhin e duhur për të marrë më në fund edhe fitoren, ndeshje e cila është mbyllur në shifrat 58-66 për Bashkimin e Prizrenit. Tashmë ekipi flamurtarit ka luajtur 4 ndeshje në ligën unike në basketbol për femra, nga të cilat numëron 2 fitore dhe 2 humbje, ndërsa renditet në 4 ekipet e para, të cilat synojnë fazën finale të play-offit në ligën unike në basketbol për femra. Natyrisht në vijim ka edhe të tjera ndeshje, teksa tashmë flamurtari e hedh vëmendjen jo vetëm te liga unike, por edhe te kampionati kombëtar i basketbollit për femra, në kompeticionin në cilën mbetet në vend të parë të renditjes dhe ka regjistruar vetëm fitore.